Lamtomir Bonnie Tyler, legjenda e popit, ndron jetë në moshën 75 vjeç. Këngëtarja legjendare Bonnie Tyler, e njohur për hitet e saj botrore, ka ndruar jetë në moshën 75 vjeç. Lajmi u bë i ditur përmes një njoftimi në faqen zyrtare të artistes, ku thuhet se ajo u shua papritmas mbrëmjen e të mërkurës në një spital në Portugali, si pasojë sëmundjes për të cilën po trajtohej. Familja dhe ekipi i saj janë të shkatëruar nga dhimbja. Ajo ndroi jetë papritur në spital në Portugali si rezultat i sëmundjes që po trajtohej, thuhej në deklaratë. Në muajin maj, këngëtarja ju nështrua një operacioni urgjent në zor në Portugali dhe u vendos në gjendje kome të induktuar. Muajin e kaluar, zëdhënësi i saj kishte bërë të ditur se ajo kishte dalë nga koma, por vazhdonte të ishte në gjendje shumë të rëndë dhe në terapi intensive. Familja ka kërkuar privatësi në këtë periudhë të vështirë, ndërsa ka bërë të ditur se një deklaratë më e detajuar do të publikohet së shpejti. Pas lajmit për ndarjen e saj nga jeta, sekretarja për Walesin, Joe Stevens, e cilësoi këngëtaren si një ikon të muzikës walesiane. Jam thellësisht e trishtuar që mora lajmin për ndarjen nga jeta të Bonnie Tyler, një ikon e muzikës walesiane, fituese e çmimeve Grammy dhe Brit Awards e zëri që shoqëroi vitet e adoleshencës time, shkroi ajo në një postim në X. E lindur me emrin Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler e nisi karrierën në vitin 1977, por u bë shpejt një yll ndërkombëtar me hitet e saj Total Eclipse of the Heart e shumë të tjera. Kënga Total Eclipse of the Heart e vitit 1983 kryesoi klasifikimet në Britani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e bërë artisten e parë nga Walesi që arriti vendin e parë në Amerikë. Gjatë karrierës ajo u nominua me çmime Grammy, përfaqësoi Mbretërinë e Bashkuar në Eurovision në vitin 2013 dhe në vitin 2023 u nderua me titullin MBE për kontributin në muzikë. Ajo la pas bashkëshortin e saj, Robert Sullivan, dhe me të cilin ishte martuar prej më shumë se 50 vitesh.